që nafs. Unë të tregoj një gjarje ta kuptoj me Havaj çfarë është. Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, është shoku Profetit sallam dërguar Allahu xhalesha ka dërguar Yemen. Për çfarë? Për si governator. Se Yemen kanë pranuar Islam. Ka ikur radhiyallahu ka pranuar Islam. Edhe Muadh radhiyallahu ka dërguar Allahu xhalesha ka thënë asa alla talqani ba'da ami hadha. Muadh doshta ti nuk do të takosh me mua pas këtë. Dërguar Allahu xhalesha ka esur 7 kilometra me kam edhe ai është në mjet për të dërguar as shumë dashuri kishte me Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu. Edhe kur ka dëgjuar këto fjala ka dërguar Allahu xhalesha Muadhi u humbi ajo durimin e vet. Ka qenë si fëmijë domethënë. Ka thënë mas se u mërzit do të takojnë me mua ato që njerëzit që duan për hir të Allahu xhalesha ku do të jenë ditën e gjykimit do jemi bashkë. Edhe Muadhi radhiyallahu anhu mori pak që si iku. Mirë. Ai erdhi pas 2 vit. Dërguar Allahu xhalesha kishte ndruar jetë. Edhe çfarë kishte marrë ato zakat e sadqa, ka lënë para Abu Bakr që këto janë të lekët e sadqa, kurse këto janë të mia. Edhe Umar radhiyallahu anhu aty ishte prezent. Tha, çka ka kuptimi që ato janë tua? Pjesa rogjan? Jo tha. Unë kur ika nga këtu, unë kam bërë biznes atje, tha, edhe nga lekët biznesi im janë. Po ti ke ikur bosh si bere biznes, tha unë kur ika dërguar Allahu xhalesha mua ka dërguar nga shkaku që kam thënë dërguar Allahu xhalesha jam shumë borxhli. Atë dërguar Allahu xhalesha mua ka thënë që lekat që do blidhet nga zakati atje, ti me ato bëj biznes. Edhe pastaj kur do i kthesh tu, ato lekat biznesi jot ti çka ke fituar, shlyj borxhin tën, kurse tjera jep në Beitul Mal. Edhe unë ashtu kam bërë. Umar radhiyallahu anhu ka thënë për ty janë halal. Aq sa pagosh borxhi. Pas borxhi nuk lejohet për ty biznes me lekat e zakatit. Muaz radhiyallahu Abu Bakr nuk foli gjë. Abu Bakr tha Muaz ti e di pse ti ke komunikuar me dërguar Allahu xhalesha edhe ti mund të marrësh. Muaz mori. Mirë. Natën Muaz radhiyallahu anhu nesër mëngjes vin pas sabahu me njëherë. Edhe thot sire Abu Bakr, sire edhe Omarin, edhe sire Omari, edhe tha ato lekat që kisha marrë duke dorëzuar. Pse? Omar thot, aje qetë, për çfarë ke menduar ti? Jo, tha, unë natën kam parë vetën tim që jem përmbytur në ujë, jem në liçen edhe uji ka arritur deri këtu, afër buza, edhe me njëherë doli Omar edhe ma mori dora im, zori jashtë. Edhe kuptova që kjo ëndra është vetëm nga shkaku për ato leka. Kjo nuk është nafs. Kjo ai mendonte e vërtet vetën edhe mori, jo nga nafsi. Edhe kur ka kuptuar realiteti me njëherë ka kjo nafsi nuk na duhet. Nëse kjo nafsi nuk është, merre mesi, s'ka problem. Por kur do ti si imam, se xhamati jon sa keq është di. Domethënë aq shumë nafs ka që ato duke ulur në kurrizin e ime dhe në kurrizin tën do të ikën në xhennet edhe ne do hyrim në xhennem. Pse? O imam, sot nuk kemi namasim imam laknes, ai vin, ai mua merr shumë gjatë ava telefon. Loj duan të ne vetëm zerim po për ti ke le. Po pse më nga goja im do? Nëse ti ke për të djegur sharia, unë kam për të treguar ajo që është në sharia. Nëse ti ke për të djegur nafsin tën, valla, pse pyet mua, mas pyet fare. Mas bëj mua ura. Se unë do ju në xhennem, ti do ikësh në xhennet. Ky gjë duhet tregojmë xhamatin, që xhamati kjo është mazhabi filani, ju dini. Nëse djegni një mazhab, shumë e mirë. Pse ajo të bën ashtu edhe ti e frikë Allahu xhalesha, pse derisa ti ke një dietar para edhe kaq. Po nëse ti ke qejf të ti mendon që unë do djeg shariatin sipas sunetit Profetit sallam me sinqeriteti, nuk kam qejf djeg një mustahid, okay, atëherë kjo është mazhab. Ti zgjidhe, unë nuk kam për të hyrë dhe nuk kam për të dhënë mendimin tim. Pse unë çfarë mendimi jap si për mua të tre janë të respektuar shariat. Unë nuk kam studuar aq shumë të vendos vetë që çfarë është i saktë. Kjo është. Besoj që ke kuptuar ti. Allah shpëlbes. Edhe ju Allah shpëlbes. Mirë vlezër. Ikim që është 7:00. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufti, wa alaikum salam. Nuk e hapur të zeri. Hajde. Selam aleikum. Mashallah.